Rikthimi surpriz I Gjeneta Fetahut në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova nuk solli vetëm tensione dhe dinamika loje, por edhe një rrëfim të ndjerë personal që preku publikun. Gjatë qëndrimit të saj 24 orësh, Gjeneta foli për herë të parë hapur për ndjenjat e saj ndaj Xhestit. Edhe pse nuk ja përmendi emrin drejt për drejt, referenca ishte e qartë dhe mesazhi I saj la vend për dyshime. Ajo pranoi se brenda shtëpisë nuk ishte e vetëdijshme për atë që ndjente. Sipas saj, presioni I lojës, izolimi dhe emocionet e momentit e kishin penguar të kuptonte realisht zemrën e saj. Vetëm pasi doli përballë realitetit dhe larg kamerave, ajo e kuptoi se ndjenjat kishin qenë më të forta se sa e kishte menduar. Ky rrëfim I sinqert I Gjenetës u pa nga shumë ndjekës, si një moment reflektimi, pjekurie emocionale dhe guximi për të pranuar të vërtetën, edhe kur ajo vjen me vonesë.